Ishte ky kapërcimi nga muzika drejt botës së medias, konkretisht drejt radios. Shiko, kjo është një pyetje thelbësore. Në rast se I përgjigjem kësaj pyetje, zëres do t'tregoj një kalvar të jetës time, në kuptimin që një zinxhir të ngjarjeve që ndodhen në një periudhë të caktuar vitesh në jetën time. Që do të thotë, unë deri në vitin 2008-2009 kam qenë shumë fort në tregun muzikor, si në shitet e albumeve që kam qenë nga bestsellerat, për mos qëndruar gjithmonë modest, se kjo modestia të lodh ndonjëherë. Ti e mbylle si kampion bote. Dhe tentova që meqense e pash që isha mirë në treg, ke parasysh të rinjt nuk mendojnë gjatë. Në atë kohë unë mendoja se çfarë do lloj gjëje të këndoja të bëja, njerëzit do duar trokisnin, por nuk ishte ashtu. Unë vazhdova, domethënë ndryshova pak zhanër nga muzika ritmike shkova tek baladat dhe nuk ishte më ajo mikpritje, nuk ishte ai entuziazëm kur shkoja në koncerte ose kur çoja albumet e mia për të shitur. Pra më dha një goditje kjo fakti I të ndryshuarit nga muzika e tregut tek muzika e baladave dhe muzikës mirëfill që unë doja të bëja që në fillim të karrierës time, pavarësisht se studiot diskografike në atë kohë më orientuan diku tjetër për interesat tyre. Donin të bënin këngë ritmike për shitur kasetën. Në fakt baladat I qanë. Jo, nuk është kompliment, po faleminderit. Duke qenë se vetë jam marrë në mënyrë amatore me muzikë dhe e kuptoj këtë gjë. Dhe nuk donin pra studiot. Nuk e gjykonin që tregu do këtë gjë, po themi. Njerëzit më shumë nuk e përqafuan ndryshimin tim. Domethënë nga muzika e tregut, nga o vajza ju dëgjoni këngën time, nga këngë të tilla, të cilat e ndiznin atmosferën për koncerte apo diskoteka, të këndoj për shembull të ndjej, nuk e donin këtë ndryshim. Dhe ishin më të prirur që të shiteshin këngëtarët që bënin muzikë tregu. Unë nuk ndjesha mirë. Të them të drejtën, nuk është se kam dashur të këndoj ato këngë të tregut. E bëja, më pëlqente fama si I ri që isha në atë kohë, më pëlqente edhe paraja që vinte si pasojë e këtij suksesi, por në anë tjetër nuk isha vetja. Ora se duhet ndalemi pak te një pjesë. Kur vendoset thuash jo, nuk dua më këngë për tregun, nuk dua këngë që shesin, dua këngë që mua më plotsojnë si artist dhe më bëjnë të kuptoj që vërtet jam duke bërë atë që dua, të prodhoj muzikë cilësore që jeton edhe kur ecin vite. Gjatë viteve 2008-2009 unë doja që të bëja një tjetër muzikë, pra të vija me baladat. Dhe pashë nuk pati në një mbështetje nga publiku, kështu që pati një demoralizim dhe një zhgënjim nga ana ime. Por në të njëjtën kohë, edhe pse merresha me muzikë, unë zërin e përdorja edhe lexim dokumentaresh, narracione tjera, lexime reklamash. Pra, e kisha në disa aktivitete zërin, domethënë e shfrytëzoja mirë. Dhe thash po largohem ca kohë nga muzika dhe po I përkushtohem dokumentareve dhe reklamave. Pra, përsëri tek zëri. Por muzika ka një gjë që po e le të la. Po. E thoshin për bicikletën dikur këtë, po që unë dita nga sa kohë bicikletën edhe pse nuk I hipi shpesh. Dhe në këto kontaktet e mia me studiot ku lexoheshin reklama dhe dokumentar, njoha presidentin e një televizioni I cili dëgjoi zërin tim dhe tha, shiko, dua të bëhesh zëri zyrtari I televizionit tim. Unë e pranova ofertën, më pas ai më dha edhe drejtimin e radios që kishte plus televizionit. U ingranova në një punë tjetër, u angazhova me një punë tjetër. Njoha njerëz të tjerë, njoha gazetar, regjisor, skenograf, ndriçues, njoha njerëz që merresh me postproduksionin, montazhier. U futa në një botë tjetër, e botë e cila më thithi, më tërhoqi, jashtëzakonisht shumë. Shiko, përpara se të shkojmë te televizioni, se ne kemi shumë qejf të bëjmë kritika, vdesim të bëjmë kritika, sidomos këtu në Kinotek në Sol, të kritikojmë artin, kineman, letërsinë. Kritika të cilat pastaj çojnë edhe në diskutime. Po sigurisht, pra ky është qëllimi. Po, se jo. Po. Kritikojmë se s'kemi ç'bëjmë. Jo, sigurisht. Edhe ne jemi të hapur që të na kritikojnë të tjerët. Po, tani çështja është kështu. Dëgjoj me shumë kënaqësi kritikë. Jo, nuk e kam për ty në këtë rast. E kam për atë që ti the pak më parë që në një farë mënyrë të detyruan që të ndryshoje stilin e muzikës. Pra të mos bëje atë që doje ti, po të bëje diçka që e pëlqente më shumë tregu. Po. Kjo s'më tingulloi mirë. Shiko, kjo nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, Dhe s'ka ndodhur vetëm me ty, sigurisht. Jo, nuk ka ndodhur vetëm, kjo ka ndodhur edhe nuk e di pse në tregun muzikor botror. Pra, unë mbaj mend ka qenë një grup Creator heavy metal që unë I dëgjoja shumë, dhe ata ankoheshin sepse producenti I tyre u kërkonte që të bënin këngë që ata nuk I donin. Të bënin këngë për tregun. Dhe I thoshte që shiko, do keni hapësirë në albumin tuaj të bëni 2 këngë
nga ato që ju i keni dëshirë, keni qef të tregoni talentin tuaj. Po ama pjesa tjetër, në rast se doni të mbijetoni dhe në rast se doni që ne t'ju paguajmë, duhet të bëni këtë që them. Po çfarë do të thënë kjo? Do të thënë Po mirë, a nuk mund të edukohet tregu për shije muzikore? Kur themi tregu, se duket diçka kështu tregu abstrakte. Njerëzit, sa njerëzit dëgjojnë këtë gjë. Ju thoni që a mund të edukohet tregu? Është shumë e vështirë. Si zgjidhen shijet e tij, si përcaktohen shijet e tij. Sa këngëtar ka sot në tregu muzikor shqiptar, të cilët duart trokiten edhe pse u mungon për shembull lënda e parë zëri. Ju që e një pafund. Atëherë, ky publik që dëgjon këta këngëtar që nuk kanë lëndën e parë zërin, imagjino pastaj se si mund tingëllojnë ata brenda këngës. Se lere përmbajtjen që se kanë po themi po. Si mund të dëgjosh dhe të duart trokasësh edhe këta këngëtar, edhe Dua Lipën? Po ja që ndodh. Si ndodh? Shikon pra që ndodh? Ndodh sepse ka diçka që nuk lidhet me sepse duhet ishte kështu. Muzikën, duhet ishte që njeriu por lidhet me imazhin që ai njeriu. Pra, çdo vesh, çdo qytetar, çdo njeri, nëse do të ishte kështu siç thoni ju, do të kishte ca kritere që një këngëtar që të më pëlqejë mua mbase s'duhet të shkëlqej si Dua Lipa. Po duhet të ketë një zë të pranueshëm. Duhet të ketë një orkestrim që ja vlen, duhet të ketë një kompozim që ja vlen, duhet të ketë një tekst i cili thot diçka, jo tekst oj loj edhe hajt kërcejmë të gjithë. E kupton se ashtu ç'na duhet këngëtari, bëm muzikën dhe s'kemi pse na duhet këngëtari, nëse duam këngën vetëm për të kërcyer. Një sekond, po tani pyetja ime është, kush e edukon tregun pastaj? Nëse ti se bën dot me muzikën tënde të mirë. Pse zgjedhin këta? Ma kjo është një pyetje që ti a e ke menduar vetë për shkak ç'a ndodh me këtë? Jo, nuk mua më mjaftoi fakti që publiku në përgjithësi, po them jo të gjithë, po një masë e mirë tregoi që mbase nuk e do cilësinë, nuk e vlerëson. Mendon? Mendoj se po. Të paktën të muzika. Të mërzit kjo? Jo, fare, absolutisht. Njerëzit kanë të drejtë të zgjedhin atë që u pëlqen. Nëse do e vlerësoje dëgjuesin e muzikës shqiptare, çfarë note do i vendosja? Do t'i vendosja një 5 me shumë miqësi, me hadër, po. Si dikur. Një 5, po, patjetër. Sepse un jam brez, domethënë un jam sot gati 8-50-at. Un jam rritur me Judas Priest, me Black Sabbath, me Manowar, me Queen, me grupe legjendare të metalit, po. Pastaj po të kalojmë tek muzika pop, tek Whitney Houston, Tina Turner, Michael Jackson. Unë jam rritur me tjetër muzikë, domethënë atëherë muzika fliste ndryshe. Fliste në të gjitha komponentët e saj ndriçonin, që e thash një që nga orkestrimi, që nga videoklipi. Pra, domethënë e kupton si ndihesh sot kur shikon një njeri që i bën toj loj moj çoj vënë një muzikë dupsi edhe të gjithë mahniten nga kjo që bën ky me loj. Kujt i flet muzika? Ku dëgjon? Kujt i flet? Se kam idenë se me kujt ja dërgon këtë mesazh ai. Po kam përshtypjen Erion që këto janë thjesht trende që zgjasin për një po themi, po nuk janë jetë gjata. Po ky trend po shiko, unë nuk dua ta përjashtoj veten nga fajet që kemi edhe ne, ne që në hapat e para të muzikës tonë i thyem ca rregulla që kishte ndërtuar muzika shqiptare. Unë nuk mund të justifikojmë gjatë gjithë kohës me faktin që po e donte shtëpia diskografike dhe ne do bënim muzikë tregu, sepse faji im është edhe imi që e pranova. Po të paktën në atë kohë që ne bëni muzikë tregu, kishte tekstet të mira. Mua tekstet më shkruante Pandi Laço, Armand Trebicka, muzikën ma bënte Adrian Hila. Po sot kemi arritur në një nivel që për mua është, nuk e di, unë do thosha i turpshëm. Të tjerët mund duart trokasin, mund të japin çmime, mund ta ftojnë në salla, mund ta duart trokasin. Po pse thash që unë do i vija notën 5 publikut? Edhe le të më urrej publiku, nuk ka problem. Mirë, mua më vjen mirë që ti flet, nuk se kam fare këtë kompleks, domethënë. Besoj atë që realisht mendon sepse në një farë mënyrë tashmë nuk je po themi në treg dhe jo, në një farë mënyrë unë sot jam në një moshë dhe kam eksperiencat e mia mbi shpallë. Je i distancuar po themi dhe mund ta thuash. Edhe nuk më bën përshtypje fare se dikush mund të shajë në një rrjet social, dikush mund më ofendoj, madje nëse ata janë aq të frustruar nga jeta që bëjnë çdo ditë, mund edhe ta bëjnë këtë, madje mund bëjmë edhe një foto, ta bëjmë aty dhe le të lëshojmë të sharë, nuk më bën pikë përshtypje kjo. Unë mendimin tim do të them. Prap do të dëgjojnë, ti je i sigurt. Le të bëjnë ç'të duan. Ky është mendimi im, mendimi i tyre është atje tek rrjetet sociale. E kishin bisedën se ma shkëpute me ndërhyrjen, e kishin bisedën ku e kishin tani? Te folëm për tekstet që bën e Pamilaço. Ju e keni pasur një po, kishim një lloj faj, por sot ka degraduar shumë. Shpëtojmë dot nga ky degradim? Nuk e di, mbase nuk janë rregullat, shko. Janë disa rregulla që vendosin në tregun botëror muzikor.
janë shtëpi diskografike të cilat edhe ato sot njohin një lloj dobësimi në influencën e tyre, sepse janë këto studiot e vogla që po i konkurrojnë shumë fort. Por prap muzika e mirë ngjelet muzikë e mirë në domethënë ti mund të dëgjosh Dua Lipën të këndojë një këngë, se unë s'dua të përmend emra tani këtu se nuk ja vlen. Të këndojë një këngë të një këngëtari shqiptar i cili nuk plotson ato kriteret që tham ne. Nuk do të dëgjosh kurrë. Do bëj muzikë të mirë gjithmonë. Pse? Se nuk të lë tregu muzikor, botror dhe ka ato kushtet e veta që duhet jesh kështu që ne të pranojmë. Në rast se nuk e kështu, okay, është muzika e rrugës, bëj çfarë duash atje. Po ka edhe një gjë kam përshtypjen Viola që nuk e di nëse ka ndonjë këngëtar shqiptar, se nuk dua të gjykoj tash apo t'ia fuskot, që ka çarë në tregun ndërkombëtar, po themi sot. Pra, këta të cilët ti thua që janë një nivel shumë i ulët, unë kam përshtypjen që janë shumë të suksesshëm këtu në tregun shqiptar. Në tregun e huaj nuk e di se sa të suksesshëm janë. Ne nuk përmendëm emra dhe unë nuk e di se ku mund të shkojë imagjinata dëgjuesve. Por ne kemi këngëtar të mirë, domethënë sot aktualisht. Kemi dhe muzikantë të mirë. Them që shumica nuk po bën një punë të mirë, po kemi nga ata që dallojnë. Për shembull, unë nuk mund të lë pa përmendur Gënd Pushpepën. Një këngëtar shumë i mirë. Alban Skëndera gjithashtu është. Gënd Pushpepa është fantastik, po unë nuk e di nëse ka çart në tregun ndërkombëtar, për këtë e kisha fjalën. Është fantastik, është. Po mbase nuk ka tentuar. Shko, nuk është e lehtë. Duhet të investosh shumë, duhet të jesh kanalet, rrugët, duhet të jesh menaxherët e duhur. Duhet të jem provokues deri në fund, po jo pa një qëllim. Domethënë, ky banaliteti që njerëzit me një formim minimal artistik e konstatojnë shumë lehtësisht lulzon këtu në këtë tregun ton, po them. Pra është shumë i suksesshëm për sa kohë që është këtu në këtë tregun ton. Ka nevojë për kontrata me shtëpi. Po të dalësh jashtë, nuk e di se sa të suksesshëm do të jenë. Pra po të masin forcat atje ku ka një nivel pak më të kultivuar të artit, qoftë edhe të muzikës moderne. Nuk e di. Dgjoj, po flisim për muzikën botërore apo jo? Po. Tani ne nuk kemi kultivuar këtu në Shqipëri me muzikë të Judas Priestëve, Manuorëve, Queenëve të tjerë. Këtë gjë e ka bërë bota. Ne na duhet kohë akoma që të orientohemi, të krijojmë një vetdije tonën, të kemi një filozofi se ku të bazohemi mbi gustot shihet që duhet formojmë dhe këto t'ia përcjellim edhe brezave që vinë. Deri tani jemi shumë rëmuj. E goni si prindëri kam përshtypjen duket kaq i shqetësuar për gjendjen e. Pse janë shqetësime prindërimi këto, janë. Shiko, un kam njohur prindër sot që nuk i lejojnë fëmijët e tyre të dëgjojnë këtë muzikën e rëndom shqiptare, nga këto siç thash, to këngët që janë pa tekste, pa muzikë etj, janë vetëm dukje, jo përmbajtje. Edhe një dukje banale. Nuk i lejojnë dhe çfarë bëjnë? I injektojnë diçka tjetër. Gjë që mbase nuk është e mirë, se fëmia është mirë të zgjedhë atë që dëshiron, po një lloj orientimi është mirë të japësh. Ka nga ata prindër që i vën të dëgjojnë Nirvana për shembull. Po. Kur e kam dëgjuar më ka pëlqyer kjo gjë. Jo thon, unë fëmijëve të mi po i kultivoj me tillë muzikë. E di ku është problemi kësaj? Se edhe unë për shembull kam një organo elektrike në shtëpi, e kupton, që kur të vi moshat ja mësoj vajzës. E di ku është frika e kësaj? Përveç heavy metal dhe tjerë. Frika e kësaj është që ti e kultivon me një gjë dhe kur del pastaj në botën e madhe jashtë, aty përballet me banalitetin që ti s'ja mësove kurrë që ishte aty. Edhe mos bëhet shumë i urtë edhe shumë ide. Për çfarë duhet mua ato që më mësuar? Shumë idealist i fëmia që nisim. E rëndësishme është që t'ja bëj këtë pyetje vetes. Për çfarë do më duhet mua kjo që më ka mësuar prindi im? Po në rast se ke mësuar me asnjë gjë. Por në rast se ti e lë të jetë pre nesër e shoqërisë që ajo të bëj ç'të doje ta gatuaj si brumin që siç po shohim ne sot janë bukë që nuk hahen fare. Vërtet. Jo, ne edhe kemi tekste këngësh sot. Të tmerrshme. Që promovojnë dhunën me krenari, seksizëm, edhe harrojmë që se si po ndikojnë këto tekstet e të rinjtë, dhe habitemi kur shohim pastaj që dhuna në shkolla, u therrën me thika, u vran këtu, domethënë e kemi ngritur kultin e të fortit edhe nëpërmjet teksteve të këtyre këngëve që po vinë këto kohë. Po. Dhe kjo është një gjë e turpshme. Janë gjitha influenca. Kjo rini duhet orientuar, nuk është kjo rruga. Me thënë të drejtën, nuk janë të fortët ata që na shërojnë nëpër spitale. Nuk janë të fortët ata që ndërtojnë aviona. Nuk janë të fortët ata që ndërtojnë makinat e bukura që shihni ju. Nuk janë të fortët ata që ndërtojnë ashensorët. Nuk janë të fortët ata që iluminojnë njerëzimin apo që kanë ndërtuar jetën. Të fortët janë ata të cilët janë përkohësisht iluminojnë tek portofolat, tek shampanjat që pinë, tek shtëpitë e bukura që i veshin në njëra me flori, por kjo jetëgjatësia e tyre është gjithmonë në diskutim. Nuk të ndërpreva. Shumë mesazh i nevojshëm, i domosdoshëm, sepse ne përpiqemi gjithsesi
Pavarësisht sa e vështirë është bëjmë luftën tonë për të tregojmë se nga cila anë jemi. E di si ka se gjëra nuk besoj që mund të ndryshojmë. E di si ka menduar Viola, po drejtojmë ty si vajzë. Ka menduar gjithmonë që shiko, nuk ke pse admiron një të fortë që ka një makinë të bukur, një vila, po pavarësisht se edhe ai ka kaluar atë peripecitë e veta për t'i patur ato para, më thënë, edhe ai ka vuajtur në një farë mënyre, por nuk është rruga e dur. Sot një çift i ri mund të ta ndërtojë jetën edhe me një rrogë 1 milion lekë, nëse mund të ta marrë, kupton se tani kush merr 1 milion lekë thon njerëzit, po tani shkollohu. Aftësohu diku në një drejtim profesional, merri ato lekë. Do më kërkojë këtë gjë. Dhe një çift me 1 milion lekë njëri, 1 milion lekë tjetri, mund edhe të dalin të qetë në rrugë, të bëjnë plazh, të kënaqen me aq pak gjëra sa mund të blejnë orën ditë për shtëpinë. Pra të bëjnë një jetë të qetë, të dashur dhe të japin më shumë prioritet dashurisë se sa dukjes. Se po vrapojnë të gjithë pas këtij materializmit që po i merr frymën njerëzve, po i lë gjatë gjithë kohës në një garë që s'po flen dot gjumë pse ai ka dhe unë s'kam. Kjo është e tmerrshme. Duhet të qetësohemi njerëz, do jetojmë shumë pak në këtë botë. Ikin kaq shpejt vitet sa është mirë të shijojmë njerëzit që kemi afër, ato gjëra pak gjëra që kemi, të dim vlerën atyre pak gjërave që kemi, në rast se jemi të aftë, të bëjmë diçka më shumë, pse jo? Po jo të vrapojmë, sepse do të shkojmë 70 vjeç duke vrapuar për të arritur ca gjëra që në fund fare do themi, kemi harruar të jetojmë.